Teleshikues të nderuar, është kënaqësi që të rikthehemi përsëri së bashku në emisionin Le të flasim 7 në Prishtinë, në kompaninë tonë Jupiter, kompani, ku kemi marrë disa emisione, disa takime me studiues nga gjitha trevat shqiptare, nga Tirana, Shkupi, Prishtina, ku ndodhemi me Selinën Prishtinë, profesor të nderuar, gjuhëtar, filolog, ekonomist, njerëz nga fusha, aktivist civil, politik e kështu me radhë, të cilët kanë ardhur dhe na kanë nderuar. Kësaj radhe është kënaqësi që të kemi në mesin tonë profesorin e nderuar, Jeton Kelmendi. Mirë se erdhe profesor. Mirë se ju gjeta, përshëndetje dhe me kënaqësinë më të madhe duke ju dëshiruar suksese kompanisë suaj dhe juve zhvillim dhe suksese, vetëm suksese. Profesor, ishte pra së fundi e pim ka një kafe aty tek restoranti Pishat, së bashku me nderuarin profën Xhamil, ishte kënaqësi që aty të zhvillojmë disa tema interesante së bashku. Ju jeni profesor universitar, njëherë jeni edhe akademik, jeni një ndër përkthyesit më të njohur pas Kadares dhe jeni marrë me dramaturgji, jeni marrë me letërsi shumë, por studimet i keni kryer për komunikim masiv, apo jo? Komunikim masiv dhe diplomati, shkenca politike, siguri, këto janë 3 profilet. Është një farë kombinimi që keni bërë, po që me të vërtet ka nevojë vendi jonë për këto gjëra, sigurisht, sepse vendi jonë, si duket është bë pak si trend kjo pjesa që vetëm të kryhet bëhen krejt ekonomista ose krejt jurista, po na duhet edhe kjo pjesa e zhanrit juaj është një pjesë shumë e veçantë dhe dorë në zemër ka nevojë shumë popullin për këtë gjëra. Pyetja ime e parë që dëshiroja t'ja ushtroj është, ju keni lindur në Pejë, apo jo? Po. Si ka ndikuar pra Peja në femirinë e juaj, formësimin e ndjeshmërisë suaj poetike? Sa keni bërë shumë libra me poezi, shumë botime, shkrime, kështu me radhë. Faleminderit. Në fakt, po unë kam lind në Pejë, sepse nga atje vi, kam origjinën, dhe ndikimi është i padiskutueshëm, shumë evident, sidomos për zanafilën, por më shumë se sa që ka ndiku qyteti i Pejës, do të thoja, ka ndiku okupimi klasik, sepse fëmiria ime ishte një fëmijë zymt, ishte një fëmijë pa shpresë. Tazëm unë kam në klasën e 6, mos gabohem, unë ndërprejnë ndodhen ato katrahurat, kur shqiptarët u nxorën nga objektet shtetërore, pra nga objektet shkollore, dhe ne për një gjysmëvjetor asaj kohe, domethënë nuk mbajtëm fare, pastaj dikur u liruar shkollimi fillor, kurse shkollimin e mesëm unë e kam filluar dhe mbaruar në shtëpi private. Domethënë në 98-ën kam mbaruar shkollimin e mesëm, kam filluar studimet dhe me automatizëm filloi lufta, kështu që domethënë ato kanë ndikuar në formimin, do të thoja, jo vetëm intelektual, por edhe në aspekt në formimit njerëzor. Kurse Peja është një qytet që vërtet shumë i njohur për personalitetet të artit, shkencës, dijes, sepse ka një natyrë me bjeshke të rrugove, lumin, bardh aty. Pra është një ambient që do e mos do të lej gjurëm tek njerëzit që merren me fusha qoftë ato të artit, qoftë shkencës, është pra evidente gjithsesi. Si ishte për ju nga një student i Universitetit të Prishtinës të kalonit në Bruxelles, të kryeni doktoraturën atje? Si ishte, do të thotë, ndryshimi për një ambient ballkanik të një ambient evropian, ku Bruxelles është kryeqendra e Evropës. Unë fillimisht po, kemi vazhduar studimin sepse ishte universiteti i vetëm, fillimisht Universiteti i Prishtinës ishte universiteti i vetëm në Kosovë. Kishte edhe ato filialat që ishin pra po pjesë e Universitetit të Prishtinës, që quheshin njëherë si shkolla të larta dhe ishin qytete të mëdha në Pejë, Gjakov, Prizren, Mitrovic, Gjilan, Ferizaj, varësisht nga profile, po ishte një universitet dhe aty pra ishte i vetmi universitet. Natyrisht se pas studime universitare në Prishtinë, në një kohë të pas luftës, sepse më që kisha filluar në periudhën e
ku profilonte lufta na ndërpreu dhe për një kohë domethënë unë isha në luftë dhe u larguam nga studimet, pas luftës vazhdova studimet, me të mbaruar studimet këtu perspektiva e një të riut ose edhe një të reja, domethënë nuk është se ishte aq shumë donë se fillimisht me 99-ën ishte goxha optimizëm i madh, por ai u kthye në një fazë zhgënjimit sepse Kosova përjetoi dy ndryshime. Para u ndryshu nga një robëri, nga një okupim neoklasik, do ta quaja, në liri, dhe liria nga një herë ditë tjetër edhe përtej lirisë, dhe pjesa tjetër ishte nga një mendim totalitar, sepse Kosova ishte pjesë e një shteti federal, pra ku mendësia ishte totalitare, ishte partia komuniste që qeveriste dhe pra sistemi pluralist, dhe kishin pra dy ndryshime përjetoj, dhe këto ishin goxha të vështira për të adaptuar në Kosovë. Prandaj me zhgënjimin tim unë dikur aty në vitin 2000, fillim vitit 2006 u largova nga Kosova, natyrisht ishte edhe goxha pa perspektivë se punoja në media dhe isha i papaguar, mediat kishin kriza financiare, kishte turbulenca politike, ku di unë se çka, dhe fillimisht shkova pa ndonjë tendencë caktuar për të vazhduar studimet, pastaj u kyqa, fillova të stabilizohem sepse kur emigrova fillimisht në Francë dhe në Belgjik, sigurisht se vetëm gjë që kisha unë, kisha trupin tim, rrobat dhe shpresën që e kisha për një jetë më të mirë. Kjo ishte pasuria ime që kisha atje dhe me një punë, një përkushtim, po them, goxha të madh, u desh ta kthej logjikën time, ta bind veten për ta trasuar një rrugë që duhet t'i kapë me edukimit, pra si shkollimit atje, dhe pastaj fillova në një farë mënyrë duke u stabilizuar dhe me të mbaruar studimet, domethënë tash ka 10 vite që jam kthyer, domethënë në fakt ka 10-11 vite që jetoj më shumë, akoma shkoj në Belgjik sepse atje kam shtëpinë, por këtu domethënë jeni edhe antar i akademisë në Po, jam antar i Akademisë së Shkencave të Evropës, siç jam edhe në disa akademi, domethënë antar ndër i Akademisë së Shkencave në Ukrainë, në Salzburg, Akademisë së Shkencave Arteve në Francë, në Paris, Monte Carlo, jam antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Botërore me seli në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Chicago, një institucion i themeluar dhe i mbështetur edhe nga UNESCO. Pra, kjo është pak a shumë ajo aktiviteti që, sidomos po them në këto 15 vitet e fundit që e kam... Sa ka diplomaci kulturore tek ne si shqiptar në përgjithësi, po flas profesor? Derisa keni studiuar diplomacinë dhe jeni i thirrur në këtë pjesë. Po një prej pikave madje sot kisha me studentët e vitit të tretë, pikërisht modelet dhe efikasiteti negociatave diplomacike, dhe një prej pikave ishte diplomacia kulturore, pra kemi pak dorën në zemër, kur ishte Kadare gjallë, nuk bënte ndonjë diplomaci kulturore shteti shqiptar që do të duaj për lakmi, kurse Kosova ma fare, themi ndoshta pak mbi zero, por Kadareja ishte një lloj institucioni moral shqiptar dhe deklaratat e tija, intervistat e tija nxjerrnin reagime, nxisnin mbështetje, kishte pra gjëra që vërtet kishin një ndikim, po them, pozitiv për jetën e shqiptarëve dhe diplomacinë kulturore. Tani Kosova qëndron edhe më keq, sidomos në këto vitet e fundit, Kosova ka një regres të tmerrshëm dhe diplomacia kulturore është mund pikën zero. Shqipëria ka një lloj imitacionit, ndoshta në një analist time para pak ditësh e bëra, sepse në Shqipëri ka një lloj fasade, domethënë nuk ka rezultate, por ka fasadë, kurse Kosova nuk e ka as fasadën, më është fare në pikën zero. Shqiptarët në Maqedoni atje ata mos flasim se ashtu janë pjesë një shteti, pra nuk janë shtet me cilët ata mund të kenë pushtet faktik, kështu që domethënë shqiptarët mendoj ndodhen në pikën shumë të keqe. Janë më heterogene. Po mendoj shqiptarët në përgjithësi janë në pikë të keqe sa i përket diplomacisë kulturore, sikurse nuk janë në pikë për lakmi edhe në asnjë fushat e tjera të diplomacisë as qasjes në instalacionet ndërkombëtare. Desha dolen tek poezia në kohët moderne, ku dominon teknologjia dhe komunikimi i shpejt. Çfarë roli luan poezia? Ku jemi në një kohë shumë të madhe të ekspansionit teknologjik, po flas. Poezia në radhë parë është një art i elitave dhe kështu ka qenë gjithnjë. Tani shto faktin se jetojmë në një kohë të teknologjisë,
konsideroj që një krizë edhe më e madhe është te leximi në përgjithësi e te poezia në veçanti, sepse shpirti i njeriu, jo vetëm njeriu ton shqiptarit, por gjithanej, po flas në Europë, madje gjithanej botës, sikur është kthyer në një shpirt më të ftohur, sepse gjithçka që bëhet me një klikim, bëhet me telefon, ke një telefon të mençur dhe aty mund të lexosh diçka pak, mund të shkruash, mund të komentosh, mund të postosh foto, mund të postosh çfarë të duash. Pra thjesht poezia ndodhet në një krizë, duhet ta pranojmë, por gjithsesi efekti i saj është i madh, sepse ajo elita, ata elitë që e do vërtet artin e poezisë, sigurisht se e ka një ndikim, natyrisht, sepse përmes poezisë tazëm do të marr një rast kështu pak më eklatant, vitin 2023 në Spanjë bëj një festival goxha i madh, kështu se kishte disa dhjetëra përfaqësues shtetësh dhe vendesh të ndryshme dhe më ftuan mua dhe gjën e parë kur më ftuan në festival poezia, domethënë në Benidorm, flas sakt. Dhe atje më thonë se fillimisht në vend jeton Kelmendi Belgium, Belgjik pra. Dhe unë thash jo, po tha vije nga Belgjika, thash jo, do vije thash nga Kosova. Ani si ta vejmë Albania. Thash po Albania, po veç para Albanisë thash ma veni Kosovë. Dhe një farë mënyrë kishte një hezitim. Dhe më në fund ata mvun Kosovë, Shqipëri, për shkak se Shqipërinë, Spanja një, Kosovën jo, me një marrëveshje, po them. Aty pastaj kishte të qarë, ishte i ftuar edhe një poet, pedagog në Universitetin e Beogradit, Jakšić më mbiemen, i cili nuk shkoi pikërisht kur ata nxorën edhe Kosovë, nuk shkoi aty, pra demonstrativisht revolte. Absolutisht në shenjë revolte, nuk e pranoi. Pra, sido që tjetë dhe shkrojmë në fakt, dhe kishte media që edhe një farë mënyre i drejtonin pastaj edhe ajo media lokale, televizion, radio, çka ishte aty në Benidorm, i kërkonin se sigur Spanja po e njeh sepse e vën Kosovën aty dhe kjo diçka nuk është si i duhet. Dhe çfarë ndodhi pastaj, megjithatë shkoi ajo, po kishte një farë lloj ndikimit, po them. Pra duket e vogël, por unë do të thoja se ndikimi është evident në mënyrë të padiskutueshme. Jeni ndër poetët më të përkthyer shqiptar, domethënë, si e përjetoni faktin që poezia juaj lexohet gjuhë dhe kultura ndryshme, domethënë, a është një ndjesi e veçantë për ju? Po si ka qenë e para, për shembull, cila të kujtohet që i man mend, domethënë që ka qenë e para poezi që është përkthyer në cilin shtet ose në cilin vend. Të jemi të sinqert, ne që krijojmë me tekst veçantë do të thoja për këtë farë zhanrin poetët, kur përkthehet e ka një ndjesi të kënaqësisë, një ndjeri të një lloj deliri satisfaksioni gjithsesi, sepse kur të lexon edhe një lexues, përkthimi është një problem në veçantë, sepse unë edhe përkthej dhe përkthimi është një problem tjetër, sepse domethënë gjithmonë është relativ, a mund ta adaptoj, ta përkthej më shumë se sa që përkthehet, ndoshta është edhe adaptimi dhe secila gjuhë ka specifikat e veta. Fillimisht më kujtohet mua poezia e parë ka qenë Zonja Fjalë dhe Zotëri Mendim, e shkruar para 18-19 vjetrash ose 17 vjet, nuk më mend saktësisht, dhe u përkthyer në anglisht në Londër, u botu në një revistë atje dhe pastaj u prit goxha mirë. Ajo hapi pastaj rrugë, pastaj krijova lidhjet nga anglishtja u përkthyer në frëngjisht nga Indieri akademiku dhe i famshmi Atanas Vanchev de Tracy, dhe pastaj më hapi rrugën dhe u botu libri im i parë në Francë, domethënë para se të botohej në gjuhën angleze. Tentativat ishin përkthimet atëherë, nuk e kisha guximin akoma të merrja vetë me përkthime, por kishin disa përkthyes, më pastaj fillova vetë, domethënë duke futur, duke u marrë me këtë problem më seriozisht, pra problemin e përkthimit sidomos në gjuhën angleze, dhe pastaj rodhi ajo antarësimin në akademi dhe lidhjet pastaj krijuan kjo teknologjia, qoftë se përdoret për të mirë, e mira e saj është goxha e madhe, qoftë se nuk keq përdoret, sepse për fat keq njeriu është i përhirur që shumë herë edhe ta keq përdoret të mirën që e ka. Pra arriti që sot poezitë e mia ose librat e mia janë të përkthyer në 42 gjuhë, është e vërtetë se jam njeriu më i përkthyer pas Kadarejës, domethënë sepse Kadareja është në më zgabon diku 47 gjuhë, nuk e kam në 42 gjuhë dhe domethënë kjo është një kënaqësi gjithsesi, por ajo që kënaqësia ime mendoj është më tepër e dyfish se sa do të thoja kënaqësi personale. Unë përveç se ndjej një kënaqësi që më jep mua si autor, kënaqësinë do të thoja me shumë sinqeritet më të madhe e përjetoj, sepse letërsia, sepse fundit unë kam emër, kam mbiemër dhe kam kom, dhe
dhe kombi im, domethënë letërsia ime është e kombi tim, se unë një ditë nuk do të jem, pra do të jetë letërsi që do të palë shqiptarëve dhe kjo pjesë pra përkthehet dhe lexohet në as gjuhë. Ka vende për shembull që nuk e din as ka i bie Kosova, dorën zemër ose Shqipëria dhe un kam një ose dy libër për shembull në mos ti përmend tash shtete të ndryshme në Perindije, në vende të ndryshme, domethënë ka popull që se njohin fare Kosovën, ta them unë kam libër në Beograd botuar, në gjuhën serbe, domethënë një libër që shumë i mirë dhe po në atë libër për shembull Serbia nuk e njeh Kosovën, po ka poezi, domethënë edhe të karakterit lirik ku i kushtohet domethënë Prekazit, i kushtohet familjes Haradinaj, Glogjanit, figurave që kanë luftuar kundër tyre, domethënë dhe sigurisht se këto gjëra të bëjnë ndihesh mirë kur e keni lexues, domethënë madje ka edhe studiues, profesor në Universitetin e Beogradit të pensionuar që kanë bërë recensione, ese për librat e mi në Beograd. Në gjuhën italiane keni? Po, në Itali kam 4-5 libra, domethënë, po kam në këto gjuhët e Evropës, po thuj se nuk e kam më përjashtim, kam poezi, po nuk kam libra të botuar në gjuhën gjeorgjiane, kam 2-3 libra në rusisht, slovakisht, çekisht, polonisht, italisht, gjithsesi, Spanje kam 4 libra, në anglisht kam 10 libra, në francisht kam 4 libra. Tirazhi sa shkon përafërsisht në tyre në këto gjë? Kjo është problematik tjetër. Domethënë tirazhi është i vogël. Tani fal teknologjisë zakonisht, po mendoj se nuk është se i di gjitha. Shfaqni në PDF. Po, jo, problemi është se ta shtypet me këto maqinë të shtypit dhe teknologjia e mundson të shtypet, domethënë ta zëmë ishte 200-300 kopje, në qoftë se ato shiten pastaj. Ju keni edhe shtëpinë juaj botuese nëse s'gabon. Po, kam IWA Bogdani, International Writers Association Bogdani, është shkrimtari i parë i Kosovës, pra Pjetër Bogdani, në emër të tij, domethënë kam shtëpi botuese, po gjithsesi. Dhe kjo pra është puna e sa i përket Unë profesor gjatë kohës si isha duke dëgju, arrita të gjej një poezi që më la për shtypje titulli i saj, Përjardhja e guximit. E unë normal poetët nuk i lexojnë poezitë e veta, kështu që unë me lejen tënde do të kisha dëshirë ta lexoj. Me kënaqësi më të madhe. Ta freskojmë pak emisionin. Përjardhja e guximit. Nuk e di nëse e solli dikush prej së largu, apo këtu diku pas ka qenë prej moti, në thellësi të kohës. Tash e sa kohë, po gërmon dëshira. E sonte një dozë guximi në mua ligjeron. Më vjen ta them mendimin troç, të ka përsej veten, të mbërrit të këmbët tua. Këmbë të nisemi bashk ardhmërisë. Mirë po unë, zakonisht, unë friksohem prej largësive. I afrohem vetes dhe e bindi se nuk guxoj mu friksua prej guximit. Herët sonte, guximi ma përpiu heshtjen dhe si ushtar triumfues marshoj mendjen time. Më dha pak dëshirë dashurie, pak besim në shpresa dhe ashtu bëri e tha fjalën. Më prit se po vi. Salzburg, në Austri, 6 mars 2017 thot këtu. Si duket ka ndikua jo fryma që ju keni qenë edhe ushtar i UÇK-s, keni marrë pjesë dhe më thonë edhe kjo është një respekt që kur ka qenë koha e luftës ju keni dhënë kontributin e juaj, kur ka ardhur koha e paqes prapë jepni kontributin e juaj, pra kjo është një gjë shumë e bukur që keni arritur ta notoni mes kohrave dhe brezave. Si ka qenë jeta juaj në ato vite kur u bëre pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës? Keni edhe fotografi, kam pa disa fotografi. Faleminderit për leximin, që vërtet kur ta lexon dikush poezinë është diçka e bukur, sepse është një respekt, kështu që të falenderoj. Gjithashtu për emisionin, për të gjitha që bën për kulturën, për gjithësi. Po vërtet kam qenë një çun i ri dhe paramendoj një çun 18-19 vjeç, i cili po them në një kohë robërie i rritur pa dije, pa se si bëhet një jetë normale, si qytetari i dorës 2 ose i dorës 3. Domethënë pa një fëmirit normale, pa marrë shkollimin thasht mesën, më gjithçka duke u zhvilluar në mënyrë ilegale, në mënyrë paralele, dhe jeta u bë padurueshme dhe filloi procesi i luftës se nuk mund të evitohej më. Natyrisht se i gatshëm isha dhe kam qenë ajo që e kam shkruar pastaj dhe ka lënë një efekt që është në tërë jetën, por jam i kujdesshëm që të mos e teproj më shkruaj vetëm për atë pjesë, sepse në Kosovë në pas luftës njerëzit që kanë qenë
në luftë janë të pakët dhe unë besoj që janë më pak se 1%. Dhe për fatin tonë të keq është krijuar një ndjenje anti-luftë dhe këtu jo pak njerëz janë ata të cilët domethënë me batuta, humor të zi, me çdo gjë ndjej. Dhe unë ndihem keq kur dikush flet keq për luftën, dikush kur flet keq për lirinë dhe për fat keq ata janë të shumë dhe nuk kam se çfarë të bëj, se nuk mund ta kap unë pushkën dhe të luftoj me njerëzit e mi, me popullin tim kur ata bëjnë kësaj lloj humori të zi ose kësaj lloj gjëra kaq banale, por me që s'mund t'i korrigjoj ata, sa ata janë më shumë dhe janë më të mençur se sa unë do në zemër sipas tyre, pra e korrigjoj veten dhe përpiqem të mos jem aty ku shahet flitet keq për luftën, jam i kujdesshëm që të mos e imponoj, të lë dëshminë time me sinqeritetin më të madh si një vlerë shej që prodhoi kombi shqiptar, jo vetëm Kosova, por shqiptarët që nga 1912 nuk prodhuan gjë më të shenjtë dhe më të mirë se sa luftën çlirimtare, prandaj përpiqem të lë dokumente sepse janë disa breza, janë disa çoroditje njerëzish dhe para mendo për 100 vjet Kosova në robëri, sigurisht se ato çoroditje na i ka lënë Serbia problem të zhdukën. Prandaj duhen kohë, duhen për të pastruar ato po i quajmë mbetjet këqija të sistemit dhe kështu që jam i kujdesshëm dhe përpiqem të bëj kujdes me këtë. Edhe me flas shumë rrallë, shumë pak për luftën, sepse unë posedoj një libër që do të jetë goxha voluminoz për luftën, mënyrën se si është bërë lufta dhe çdo gjë, por nuk kam dashur as ta botoj se sigurisht se ka gjëra që dikujt mund t'i prekin, dikujt nuk i pëlqejnë, por ashtu se si kam paruar dhe se si kam ndjeruar, gjithsesi në një moshë pak më të shtyrtimen, qoftë se nuk do të ndodhë diçka, do ta botoj para, do ta botoj, por jo për momentin, për shkak që se mund të ketë efekte cilat nuk ja dua shoqërisë. Dhe fundit e kam një mendim se ne që ishim pjesë e luftës nuk kemi luftuar për ne, që ne liria të ketë kuptim për ne. Liria duhet të ketë kuptim për të gjithë. Edhe madje ju them me përgjegjësi të plot më shumë po ka kuptim për ata që e kanë urryer luftën se sa ata që e kanë zhvilluar luftën. Po megjithatë vlera e lirisë është se kush ta ketë lirinë. Pra edhe ai që se don luftën, domethënë të mos e përçudnoj atë gjuhën kundër luftës, le të vazhdoj të mos e doj, se dikur pasardhësit do ta kuptojnë se ajo ishte shejt dhe ishte një vlerë e madhe që nxorri shqiptarët. Prandaj na nuk duhet luajmë me këto ndjenja, sepse duhet të jemi të kujdesshëm, se në moment caktuar dikush mund të mos e duroj një tallje, një atak që mund t'i bëhet luftës dhe njerëzve të luftës. Një pyetje disi e veçantë nga mbiemri që keni. Keni lidhje me Papa Klementin? Po, kelmendasit kemi lidhje, sepse kelmendasit janë, domethënë, me Papa Klementin dhe ne mburremi që e kemi, mendoj jo kelmendasit, po as unë, po mburremi gjithë shqiptarët, mendoj që mburren edhe të muslimanët, edhe të katolikët, edhe bektashit, edhe ortodokset, sepse figurat e mëdha kombëtare janë të rëndësishme për kombin. Unë mburrem edhe me personalitetet e mëdha që ka dhënë, edhe me Justinianin, gjithsesi me Papa Klementin, diskutohet me kryeheroin Gjergj Kastrioti, po mburrem edhe me Ymer Prizrenin, domethënë i cili ishte i konfesionit musliman, ose mburrem edhe me Nikola Naçin, që ishte një nga rinjtë më të mëdhej i konfesionit ortodoks. Për mua konfesioni është një gjë shpirtërore dhe shumë personale. A ke arritur ta studiosh gjenealogjinë e fisit tënd, ke hyrë në këtë pjesë apo? Po, apo je kurështor? Natyrisht se ne kemi nxjerr shumë figura, domethënë që janë të përmosave nacionale, përmosave kombëtare, dhe gjeneza e Kelmendëve është vije nga Kelmendi, pra pjesët e Vermoshi, pjesa në Malnezi të sotëm, dhe shtrihet nga Kelmendi si komuna e Kelmendit, dhe në pjesën e Kosovës, pra në atë trekanshi Shqipëri, Kosovë, Malezi deri tek Peja, por Kelmenda se Koshoticën do të quhet ai trekanshi. Jo vetëm në atë pjesë, por shtrihet në 3 shtete, sepse ke parasysh ato ishin toka shqiptare, ishin tokat Kelmendasve, dhe Kelmendasit ishin kryengritës dhe nuk u bajtonin edhe me prandorin osmane, dhe prandoria osmane ishte shumë e ashpër, ishte agresive, ishte shumë brutale ndaj tyre, dhe Kelmendasit pastaj kanë emigruar, kanë shku deri në Vojvodin, në Austri, kanë shku, domethënë janë detyruar sepse ishte ai konvertimi që një pjesë e pranuan, por një pjesë tjetër nuk e pranuan dhe vazhduan të ikin të emigrojnë, siç ndodhi edhe më herët me shqiptarët pas vdekjes së Skënderbeut që nuk pranuan dhe ikën dhe shkuan në jug të Italisë. Po, Arbreshët që janë. Me Arbreshët, pra. Përveç poezisë keni punuar në diplomaci dhe media.
si bashkëjetojnë këto botë me njëra tjetrën, jetën e juaj. Tash media unë shoh si pak më duket më i distancuar, kam brejt, ndoshta jam gabim. Sakt. Ndoshta i fokusu më shumë te aspekti akademik i librit. Po, ta shpjegoj, unë me shpirt ndihem shkrimtar, sepse aty më flen shpirti, kurse me letërsi e din sepse një gjuhë e vogël, një popull i vogël që gjithë shqiptarët pra kanë pak lexues dhe nuk mund të jetohet. Dorën zemra Skadaria nuk mund të jetoj vetëm nga letërsia, po mos të kishte edhe burime tjera. Pra duhet ta kesh një profesion i cili të siguron një mirëqenie. Dhe këtë unë që në fillim e kisha këtë vetë dhe vazhdova studime për mediat, me që edhe punoja në media, kur u specializova në media, diplomaci, marrëdhënie ndërkombëtare, siguri, sepse janë fusha, domethënë, të botës akademike që i duhen shoqërisë dhe vendit tonë. Unë tash më pak përdor media, jam pedagog, domethënë kolegji në AB dhe në master në komunikim masiv dhe gazetari, po ashtu mbaj mësime edhe me shkenca politike, administrat publik, këto janë fushat ku domethënë janë domeni im. Përkthimi letrar, po, thash është ajo që ndjem me shpirt e bëj nga pasioni, po jo për të paguar shumë në atë. Kurse kjo domethënë se punoj me pak. Dhe këtë punë kam bërë dhe i bëj po ashtu me kënaqësi të madhe, domethënë media, madje sot kishte lajme të këqija për lirinë e medias, sepse Kosova u pozicionu më së keq në rajon dhe jam përpjekur pra që të ndikoj në ngritjen profesionale të gazetarëve, sepse ka shumë gazetarë në Kosovë, tash mos them sa ose në përqindje sa mund jenë, por shumë janë, të cilët kanë qenë studentët të mi, domethënë madje kam disa studentë me cilën mburrëm, janë studentë të 10-tave që kanë kryer master dhe unë kam qenë mentor i tyre dhe sadopak për ta ngritur në aspektin profesional. Jetojmë në një kohë kur edhe gazetaria, si edhe politika, diplomacia, pra janë bërë një me termin anglisht fake, pra false. Domethënë diçka që thuhet diçka në fakt ka një përmbajtje tjetër. Pra ne media nuk qëndrojmë raport, duhet ta flasim edhe nga brenda për shkakun se ka rënë roli i media. Pra është bad news is news, a? Po Kosova është tash para mendojeve as në Afrikë nuk di vendet kudo që kam shetit që ka në mungesë të një gazetës të shkruar, pra nuk ka gazetë ditore. Gjithçka zhvillohet me televizion, me radio dhe online me portalet njërë. Dhe portalet domethënë ndonë se disa janë zyrtare të regjistruar, ka plot portalet të cilat nuk u dihet as pronari, nuk u dihet as kush dhe prodhojnë lajme të cilat natyrisht kanë efekte negative dhe të pasakta duke sulmuar këtë apo atë tjetër dhe duke krijuar realitete virtuale, pra që në shumë të raste nuk është realitet me atë realitetin e zakonshëm. Prandaj në këtë jemi mbrapa dhe duhet të thënë edhe fakti se edhe me ligjet që funksionojnë, që dalin nga institucionet shtetërore, nuk është se jemi mirë për faktin se ka tendenca nga institucionet, nga politika që edhe të mbyllet goja, domethënë për efekte të caktuara dhe siç ka edhe po ashtu raste kur media e keq përdor lirinë e vet, sepse kemi media të cilat nuk ka fare kritere, ai komisioni i pavarur i mediave, domethënë relativisht bën një punë vetën, jo se bën siç në mënyra më e mirë duhur, dhe shto faktin këtu edhe aspekti juridik gjithsesi gjyqësori nuk është në funksion të plot lirisë medias, sepse shumë herë te i kalohet dhe njeriu shpëton, domethënë përdor mediumin, tash këtu ku e quaj media, nuk e quaj media vetëm media konvencionale tradicionale, por edhe media online që ta jep mundësinë ke një Facebook ose një Snap dhe ti e shtremron ose e devion realitetin, domethënë dhe ka pasur dhe tashmë është masive ajo punë dhe këtu është goxha problem të mirë, po ka edhe tentativa fare të vogla nga drejtësia për të vënë binor sadopak pra këtë problematik me të cilën dorën zemër mirën edhe vendet që kanë traditë në demokraci, por natyrisht me një nivel shumë më të vogël se sa ky që ndodh me ne. Tek poezia, tek vargjet e juaja, përgjithësi, çfarë keni shkëlqyer tani? Cila është pjesa që ju më shumë të jeni të fokusuar, po flas tek lirika, tek dashuria, tek dashuria, të cila fushë jeni më shumë i kyçur që jepësh mesazhe përmes vargjeve që juaja? Po tash natyrisht dominimi më i madh, domethënë për në letërsinë time mendoj është pjesa e dashurisë, sepse dashuria është e përjetshme, domethënë shkojmë në vende të tjerë, po është tema që jeton. Pa edhe dorën zemrën si po kena nevojë shumë. As që diskutohet. Domethënë pa diskutuar edhe lirikën e adetarisë, temat sociale, po këto janë më të përkohshme. Dhe pasi ta zëm për problemet politike që mund shkruajmë, që mund të ketë Kosova ta zëm me Serbinë, mund shkruhet sot, po mbas 100 vjetëve kuptimi do të jetë fare
për i pakët, për shkakun se atë ku me ditë se si do të ndryshojnë konstelacionet politike dhe njerëzore. Kurse sa herë që flet dhe shkruan për temën e dashurisë, domethënë dashuria ka ndodhur para mijë vjet që prej kur ekziston njerëzimi, ndodh edhe sot, edhe do të ndodh edhe në të ardhmen. Pra është një temë e përmosshme dhe unë besoj që aty ajo duhet të jetë alfa dhe omega, gjithmonë pa harruar dhe efektet e tjera. Poetët botëror po flas e keni si frymëzim, jo këta tonë shqiptar, kuptohet. Po, tash ka një gamë, domethënë nga qasja prej Nerudës, Tazam, domethënë është një figurë shumë e madhe, po Jacques Prévert, jashtë një gamë shumë e madhe, domethënë deri te këta poetët që kanë jetuar, Tazam, Adam Zagajevski dhe këta që disa dhe i kam njohur dhe kam pasi rapone. Gjithsesi, Jesenini, tash është një gamë e madhe, po të fillojmë ti përmenim, domethënë sigurisht se do na ngel dikush dikush, por ajo që do të thoja poezinë më shumë ti unë, domethënë që shkruhet sot, më shumë ti e pëlqej poezinë që në vendet e ish bllokut komunist, për shkak se koha e gjatë ishte hermetike dhe aty ngërthen metaforë dhe fuqinë e fjalës për thyrjen e vargut, dhe po ashtu poezinë kanë shumë të mirë vendet e Amerikës Latine. Domethënë ka një poezi, ka thellësi mendimit, ka porosi, ka mesazh, pra poezia për mua ka dije, përveç ka ndjenjes, ka dhe shumë dije. Në po flas në këto vende ku shkruhet. Pra unë mendoj që këtu poezia shqipe qëndron goxhamia. Kurse poezia që shkruhet sot në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flas si masme e madhe, domethënë ka të kalu poezinë moderne. Për mua poezia më e mirë është poezia moderne, se sa kjo postmodernizmi që njihet, pra domethënë përtej modernizmit nuk di se çka ka. Ka një farë lloj rënje ose një rënje goxha të madhe, po flas nga cilësia, domethënë, dhe i shkruan kësaj letre këtij lapsit, i shkruan pse i bar, pse s'o i bar, pse mbjes. Domethënë është diçka që është ka një vlerë, do thoya, jo me një kohë zgjatje të madhe, domethënë është diçka shumë e zakonshme, shumë rutinore. Prandaj unë përpiqem që edhe vetë kur shkruaj të ndaloj aty tek vargu ose mendimi modern, gjithsesi jo ta tejkaloj atë që disa e pëlqejnë. Shumë autore pëlqejnë, thot edhe madje letërsia postmoderne. Unë nuk dëshiroj me te i kalu këtë pjesën moderne, e konsideroj se aty është më mirë se sa te i kalohet. Çfarë mendimi ke për poetët sot? A janë poet akoma poet të oborreve, apo janë poet të lirë, apo a kemi sot poet të oborreve? Po e quaj tash. Po, pyetje mjaft racionale, shumë pyetje e mia. E zgjuar do thoya. Po ka dhe ka pasur gjithmonë poet të oborrë, thjesht i kanë grupet e veta, dhe kështu ndodhet edhe në Tiranë, kështu ndodhet edhe në Prishtinë me lidhjet e tyre, natyrisht gjithmonë me politikën dhe me asociacionet e tyre që ndërthuren me një pej personalitetit, Tazam grupi Recep Qosës, grupi Sabri Hamidit, grupi atje, grupi Penit, këtij atij tjetër, domethënë po ekzistojnë ato dhe natyrisht mbështesin, madje edhe çmimet kështu shkojnë, formacione, domethënë sikurse partitë politike në grupe të caktuara. Tash dorën zemër, nuk është se nuk funksionojnë kështu edhe në Francë, Tazam, ose në Belgjikë, ose mirë, po atje ka një etikë. Pra akoma kemi vlera, atje nuk shkilet. Dhe këtu për shembull ndodh që një institucion, domethënë me Tazam Ministria e Kulturës i jep çmim një librit, domethënë ka ndodhur Tazam Ministria në Kosovë i jep çmim një librit i cili nuk plotson as për konkurs. I ka spaku 2 gjini literare, domethënë që s'ndodh, po them në asnjë vend normal të botës, dhe për më tutje ajo ta quaja shëmtia vazhdon se Tazam prozën e shkruan me tekst me standard të gjuhës dhe poezinë me dialekt të fshatit nga vija autori. Dhe kjo domethënë është një rast që e devalvon, e krijon dhe tash ka vlera, natyrisht është eklatant, është jashtë normale, jashtë gjitha normave dhe shteti ynë pra i jep çmimin atij ose asaj. Tazam unë kam qenë larg kësaj dhe sa për kuriozitet, domethënë unë kam çmime të rëndësishme, mesatare të rëndësishme, më pak të rëndësishme, kam rreth 80 çmime. Domethënë si volum nuk di të ketë ndonjë shkrimtar ose ndonjë fushë tjetër më shumë mirënjohje çmime dekorate se sa unë. Por të them të vërtetën se unë nuk kam marrë asnjëherë, domethënë nga ministria ime, nga shteti im, nuk kam marrë çmime nga shqiptarët e mi. Dhe çdo herë domethënë kanë marrë një autor me rënje, me kësaj lloj problemesh, por janë pajtuar, nuk shkruaj për atë. Ju jeni në 2012, jeni doktor honoris causa nga Instituti i Studimeve Ukrainë Kaukaziane. Jeni po ashtu në
Nacional del Este, Paraguay, 2017, doktor honoris causa. Çmimi ndërkombëtar Nikolaj Gogol, Ukrainë prap. Greqi po ashtu keni, Alexander the Great. Po. World Poetry, çmim ndërkombëtar në Sarajevo. Pra keni në Kinë po ashtu keni në Romani, në shumë vende të ndryshme, në Gjermani, Itali, po. Në Itali, Rom, po. Pra shumë çmime, shumë a thu vallë, pse kështu profesor ne vendi jonë nuk i vlerëson njerëz të ditur, por gjithmonë bota po na vlerëson kështu pe vlerësojnë Justinianin, kështu pe vlerësojnë perandorët e mëdhej bota, neve si duket që merremi me dituri na shohin me një sy tjetër neve vendas. Do ta citoj Ramis Kelmendi, shkrimtarin, jo këtë afaristin, se thot shqiptari, thot gjithë çka të fal duke përfshirë dhe gjakun ta fal, po nuk mund ta fal suksesin tënd. Dhe për fatin ton të keq, nuk jam unë as i pari, e fatkeqësisht jam as i fundit, domethënë nuk Kjo është një problem pezorant madhor tek ne si shqiptarë. Po, kjo është fatkeqësia. E shto faktin se këtu ka grupacione të interesit, purët interesit, të cilët ta zëm në qoftë se ti nuk i përket një grupacionit, më herët ishte një subjekt i ri politik dhe kishte ata shkrimtarët e vet që këtij grupacionit ata marrin gjitha çmimet, marrin gjitha ato. Ta zëm unë kam qenë një herë kandidat për çmim në ministrinë nga Ministria e Kulturës në Kosovë dhe një formacion jurie, domethënë kishte përcaktuar të më jepte për një nga librat e mi si libri i vitit, libër me poezi, dhe çfarë ka ndodhur, domethënë ka ndikuar dikush rreth të çarçet e caktuara që të ndikoj deri tek ai padroni i madh, ndrohet juria dhe duhej sepse çmimi duhet merret dikush nga ajo borri që quhet ti më herë. Por ndodhi këto nuk janë të mira, dhe janë dekurajuese për gjeneratat e reja. Ta i takojnë atyre vdiq mbreti, rrnoft mbretja, si është kjo shprehja që ishte dikur në. Po thash, domethënë është një fatkeqësi dhe ka ndodhur. Tash jemi të sinqert edhe në periudhën e komunizmit, edhe domethënë nuk është si kemi një traditë të gjatë dhe ka ndodhur, po unë nuk pëlqej shumë edhe të mira me to për faktin se janë dekurajuar se ndoshta për një autor ose autore të re, por gjithsesi autori nuk e bën çmimi, domethënë është një inkurajim ose një vetbesim që arrit, por asesi nuk e bën çmimi poetin, pra poeti mund ta bëjë çmimi, po në asnjë rrethon çmimi dhe dekorata nuk e bën poetin. Dhe më lejoni ta them një të vërtetë që e mendoj me sinqeritet pa dashur të qenë modest. Unë po jam shkrimtar i gjallë, më i dekoruar sot, domethënë më shumë që kam dekorata ndërkombëtare dhe më i përkthyer, por asnjëherë në jetë nuk ja kam thënë vetes, as vetes nuk e kam çut mendoj se unë jam shkrimtari ose jam poeti më i mirë shqiptar. Asesi, domethënë, rrethonat e kanë bërë të mundur që unë t'jem njeriu me i përkthyer në 42 gjuhë, t'jem njeriu që kam me 10 çmime, dekorata, por asnjëherë nuk mendoj sepse unë e çmoj plot njerëz që kanë shumë vlera të jashtëzakonshme, domethënë, dhe fal Zotit që i kemi jashtë më shumë. Prandaj na i iki kësajna sepse ka njerëz që kur e krijon, si thotë ai, autoritetin ose famën, si quhet këtu, pastaj fillon të mbushet mendja se edhe vërtet jam më i mirë. Unë nuk bëj pjesë aty. Unë mendoj se ne kemi autor dhe autore madje edhe të reja, të cilët janë brillant në qasjen dhe krijimin e tyre, por që nuk e kanë atë famë. Koha sigurisht do t'ju ndihmoj edhe aty edhe secili, domethënë ta mbrit, sepse vlera, thotë, koha shkon, por vlera e gjen vendin e vet, siç ta zëm rilindasit tanë, ata që kanë përjetuar autoritetin e tyre, pra pas vdekjes tyre ne i mësojmë dhe ne i studiojmë. Akoma i frymëzohemi nga ata. Kur përmendet rinjt që duan shkruajnë poezi apo ndjekin rrugën e artit në kohën e sotme, po flas në përgjithësi, a ka një stimul apo a ka një formë motivuese që dorën zemra, ndoshta edhe ky emision bëhet shkak që të rit të merren më shumë me artin poetik ose me artin e performancës. Ju vini edhe nga fusha dramaturgjisë dhe a kemi sot dramaturg, a kemi sot poet të mirë që kanë dëshirë me dalë edhe me majtë edhe orë të caktuara letrare, apo më bëhen prapë ato klubet mbyllura dhe s'merret vesh asgjë. Unë vetëm çova një herë kamerën e produksionit, pse mor me ik gjithë kjo orë e bukur letrare pa e majt një reportazh të bukur që populli jonë të freskohet, ti dëgjoj këto fjalë kaq të bukura.
Problematike është kjo, unë sa i përket fushës poezisë, Kosova qëndron goxha mirë, pra një gamë për një 15 autorësh janë të mirë, janë të rangut, po flas që mund të rezistojnë një antologjive, s'paku nga ta mund gjesh për antologji të formateve ndërkombëtare. Në prozë qëndrojmë pak më keq. Edhe Kosova dhe Shqipëria më mirë qëndron Shqipëria sa i përket prozës, gjithsesi kjo është mendimi i personal, kurse tek drama qëndrojmë dobe, dorën zemër, nuk është që qëndrojmë në ato nivele, domethënë as Kosova as Shqipëria. Ka individ caktuar që kanë depërtuar fal lidhjeve të tyre që i kanë nga pak, por cilësia, po them, gjithmonë bëhet fjalë, domethënë është te i kaluar ndoshta ai modernizmi dhe është në postmodernizëm, dhe postmodernizmi është një art i lokal ose i përkohshëm. Pra, domethënë çosja aty domethënë është një diçka që pas një 10 vjetësh për shembull, ai nuk thot asgjë. Është pak a shumë sikur zhvillimet me teknologji, që sot ky telefon mbas 10 vitesh ky do të jetë një diçka që do të tallet dikush totalisht jashtëpërdorimit. Pra, unë mendoj që arti dhe letërsia e cili është i përkohshëm, domethënë është i dobët. Prandaj ky është ai postmodernizmi që dikush edhe e trajton se po e godit realitetin, po duhet të jetojë edhe pas atij realitetit arti që të jetë art normal dhe art me vlerë. Kjo është konstatimi. Projektet e juaja tashme, cilat janë, çfarë projekte keni në Sirtar, në Fiok aty? Unë vazhdoj shkruaj, domethënë natyrisht përkthej në njëjtën kohë, shkruaj, kam romane, kam po ashtu drama, poezi, të gjitha, kurse për një projekt do doja ato që secili autori ka dhe ne drama do ta bëjmë bashkë me produksionin tonë. Do ta kemi dramën, por nuk dëshiroj të flas për projektet individuale, natyrën e kam të tillë, unë do të flas për një projekt në cilin do ta bëjmë së bashku edhe me ju në vitin 2026. Do ta mbajmë kongresin botëror të poezisë, që është ngjarja më e madhe zyrtare që bëhet për poezinë në botë. Dhe unë jam antar i bordit të World Congress of Poetry, domethënë Kongresi Botëror të Poezisë. Është një institucion, domethënë që i themeluar nga Akademia Botërore e Arteve dhe Kulturës bashkë me UNESCO-n, dhe duke qenë antar i bordit, propozova tash sa vjet që të mbahet dhe për fat votuan dhe me shumicë votash fituam që 2026 do mbahet në Kosovë dhe në Shqipëri. Shpresoj që do të kemi një mbështetje se është vinë qindra poet, vinë personalitetet mediave nga gjithë bota, jo vetëm dhe mbahet ta zën vjetësh mbajt në Indi, par vjetësh mbajt në detin Adriatik dhe detin Egej, domethënë në atë kruzën e madhe. Si vjet do të mbahet në Meksik, bratë në kontinent, të gjitha ne bëhet botës. Vitin 2027 mbahet në Australi dhe Zeland. Pra dhe këtë kongres domethënë kam sjell për 2026 në Prishtinë, Tiranë, do ketë kruja, do të jemi në përpilim të një projekti strategjik se do të jetë një javë dhe me shpresë që do të gjejmë edhe mbështetje nga institucionet shtetërore, sepse po them është edhe goxha e kushtueshme, por gjithsesi që sot ajo pjesa mediatike që do të mbulohet do të jetë e juaja, dhe mendoj që nuk është ngjarje e vogël që një kongres që bëhet fjalë për poetët, domethënë se elita e poezisë botërore të vijë në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe jo rastisht i kam sjell pranë dy shtetet tona në etninë shqiptare. Gjithsesi do t'i kyçnte edhe një pjesë të mirë të poetëve shqiptar, pra jo vetëm Kosovës, por mendoj edhe Shqipërisë, por edhe nga Maqedonia, Mali, diaspora, në mënyrë që le të kyçen shqiptarët edhe në konstelacionet ndërkombëtare, ta shohin se ku janë edhe poezitë botërore dhe ku jemi ne. E bukur kjo, profesor, e bukur, shumë e bukur. Dhe sidomos kjo për të rinjt që të angazhohen më shumë për kulturën, të angazhohen më shumë për artin e të shprehurit, se poezia është arti ku fillon më shpreh edhe me nxjerrat, siç thoshte Lukreci, poezia buron nga shpirti, është arti i shpirtit. Faleminderit për këto minuta që i ndam së bashku, profesor i nderuar. Faleminderit, kënaqësi, dhe ju përgëzoj për një punë që don goxha sfida të mëdha, sepse jemi bërë një farë teknokratësh, po e quaj kushtimisht, si shoqëri, dhe nuk është shumë se ka ndonjë angazhim, ndonjë ku e di sa vëmendje, pra është një sfidë e madhe, por vetja ke nxjerr këtë barrierë për të bërë një të mirë të përgjithshme, domethënë i ke nxjerr vetes të lashe, por gjithsesi ja kemi obligim kombit vendit, shtetit, trojave shqiptare këtë gjë, profesor. Faleminderit shumë që të patëm mesin tonë, dhe shpresoj në takimet e ardhshme me shumë lajme të mira edhe me aktivitete të reja. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, faleminderit edhe juve për gjitha këto minuta që i ndam së bashku. Ishte mesin tonë profesor doktor Jeton Kelmendi. Shihemi në takimin e radhës.